Hygerta nuk e ngriti zërin menjëherë. Dhe kjo ishte ajo që e bëri momentin edhe më të rënd. Ata ishin ulur në sallonin e madh, dritat e forta mbi kokë, kamerat të palvizshme, publiku i padukshëm pas xhamin. Alba po fliste ende, me atë tonin e butë që zakonisht fitonte simpati. Duke e lodhur, pothuaj e thyer. Një figurë e pastër e viktimës së radhës, Hygerta e shikonte pa e ndërprerë. Me duart e kryqëzuara, shpinën drejt, sytë e palëkundur. Kishte pritur. Kishte dëgjuar. Kishte parë se si historia ishte shtrembëruar me kujdes, pastaj foli, dëgjo, tha qetë, por mjaftueshëm fort sa të gjithë të ndalonin frymën. Mbrëm dole para publikut si viktim. Alba u shtang. Çfarë po thua? Hygerta u afrua pak. Jo për ta kërcënuar. Për ta detyruar të dëgjonte, po ta them në sy, pa kamera që të shpëtojnë. Viktimë e ndërtuar. Me lot të zgjedhur. Me fjali të llogaritura. Një murmuritje kaloi në dhomë, Alba u përpoq të buzëqeshte. Nuk e di pse po më sulmon. Sepse nuk po të sulmoj, ja ktheu Hygerta. Po të çmontoj. Heshtje, ti nuk je ajo që po përpiqesh të dukesh, vazhdoi ajo. Dhe mbi të gjitha. Nuk je aq e pafajshme sa do publiku të besoj. Alba u ngrit në këmbë. Mos guxo, do të guxoj, e preu Hygerta, tani me një ton më të mprehtë. Sepse dikush betyr ta thotë. Ti je thjesht goma rezervë. Fjala rarën, goma rezervë e limit, shtoi, pa e ulur shikimin. E përdorur kur i duhet, e haruar kur nuk i hyn më në punë. Alba u zbardh në fytyrë. Ti nuk e di çfarë flet. E di shumë mirë, tha Hygerta. E di si rri pranë, por gjithmonë një hap mbrapa. E di si shfaqesh vetëm kur dikush tjetër mungon. Dhe e di si e shfrytëzon rolin e viktimës për të marrë simpati. Lotët i erdhen Albes, por këtë herë nuk dukej si strategji. Dukej si çarje, ti po më gjykon, përshpëriti, jo, ja ktheu Hygerta. Po të përshkruaj. Ajo u kthye nga të tjerët. Problemi nuk është se dikush luan lojë. Ky është një reality. Problemi është kur dikush e shet lojën si dhimbje reale. Alba uli syt. Për herë të parë, nuk kishte fjalë, Hygerta mori frym thellë. Publiku mund të mashtrohet për një natë. Ndoshta për 2. Por jo për gjithmonë. Ajo ul sërish. Qetë. Pa dram. Pa lot, dhe në atë moment, Alba e kuptoi se roli i viktimës ishte më i lehtë për t'u luajtur se sa për t'u mbajtur.